Mbrëmjet në Gjirokastër ka një ritëm krejt të veçantë, rrugicat historike të mbushura me qytetar, vizitor vendas dhe turist të huaj, tinguj muzike dhe biseda në gjuhë të ndryshme të botës, ndërthuren mes kaldrëmeve, duke krijuar një atmosferë plot jetë, ngjyra dhe energji që e bëjnë çdo mbrëmje të paharrueshme. Quhem Mark dhe vi nga Polonia, po kalojmë një mbrëmje speciale, me një atmosferë të veçantë, me njerëz mikpritës dhe ushqim të mirë. Very pretty. Më pëlqen ky qytet, është shumë i këndshëm, kemi shëtitur, kemi bërë shopping dhe kjo gjallëri e qytetit është shumë e bukur. Ky fluks në rritje i vizitorëve po reflektohet pozitivisht edhe në ekonominë lokale. Bizneset që operojnë në zonën historike thonë se sezoni turistik i këtij viti ka sjell më shumë klient dhe një gjallëri që ndihet në çdo cep të qytetit. Themi se edhe aktivitetet kanë ndikuar për mirë këtu në Gjirokastër, bile në vazhdim ka patur aktivitete argëtuese, qoftë me muzikë, qoftë me DJ, kryesisht vinë për të shijuar gatimet tradicionale të vjetra të Gjirokastrës, sepse informacionet i marrin që nga nisen, po ashtu nga Saranda vinë Dellënkthi ose Kastile për të shijuar ushqimet e Gjirokastrës. Gjirokastra vazhdon të mbetet një nga destinacionet më të kërkuara të turizmit kulturor në Shqipëri, me trashëgiminë e saj historike, mikpritjen dhe atmosferën karakteristike të mbrëmjeve verore. Qyteti po tërheq çdo ditë më shumë vizitor, duke i dhënë një tjetër ritëm jetës dhe zhvillimit të biznesit lokal.